Trajneri i kombëtarës shqiptare Silvinho ka publikuar listën e lojtarëve të grumbulluar për 2 ndeshjet e muajit tetor, sfidën kualifikuese të Kupës së Botës kundër Serbisë dhe miqësorin ndaj Jordanisë. Tekniku kuqezi ka thërritur 25 lojtar dhe risia e vetme është futbollisti i Shkëndijës së Tetovës, Klisman Cake. Qendërbrojtësi ka qenë më parë pjesë e kombëtarës U21 dhe pas paraqitjeve të mira me Shkëndijën, ku arritën edhe kualifikimin historik në Conference League, ka bindur trajneri Silvinho për ta futur në kombëtare. Për portën, Silvinho ka zgjedhur Strakoshën, Dajsinanin dhe Simonin. Në mbrojtje është grumbulluar Hysaj, Balliu, Mitaj, Ali, Ismaili, Mihaj, Gjimshiti, Ajeti dhe Klisman Cake. Përmes fushën, Silvinho ka zgjedhur Ramadanin, Julian Shehun, Kristian Aslanin, Medon Berishën, Qazim Laqin, Adrion Bajazitin, Nedim Bajramin, Arber Hoxhën dhe Yasir Hasanin. Ndërkaq nuk ka ndryshime në sulm me Armando Brojan, Myrto Ozonin, Rejmanajn dhe Mirlin Dakun. Grumbullimi i kombëtarës nis të hënën me 6 tetor në Tiranë, ku kuqezinjtë do të përgatiten fillimisht për sfidën kualifikuese të Kupës së Botës ndaj Serbisë, e cila do të luhet më 11 tetor në Leskovac në orën 20:45.